Të nderuar teleshikues, ju uroj mirëseardhje në edicionin informativ të lajmeve në Media Plus. Rruga nga Laçi në drejtim të Fushkrujës është e mbushur në të dy anët e saj me të ashtu quajtura dyqane mishi, ku tregtar të shumë pa etik shërbimi dhe jashtë kushteve higjieno-sanitare tregtojnë mishra të llojeve të ndryshme, të cilat janë produktet kryesore të tavolinave tona. Por mënyra e tregtimit të tyre lë shumë për të dëshiruar për klientët, të cilët në shumicën e rasteve hezitojnë në blerjen e këtij produkti ushqimor. Kujdoi bie rruga përgjatë autostradës nga Laçi për ndrejtim të Fushkrujës, do vej re pamje të frikshme dhe trishtuese ku duket se duar kamikazësh kanë bërë kërdin mbi qenjet gjalla. Dhe qenjet e gjalla në këtë rast janë derrat dhe viçat, kryesisht të çdo moshe. Me pa pikën e kulturës dhe etikës së shërbimit ndaj qytetarëve, gjen të varur këmbë derra shalopësh, shpatulla, koka apo përbërënse, çka ja heq gjithë kënaqësinë e shijurit një produkti që shqiptarët e kanë për natyrë për ta konsumuar. Shikon lokalin e parë mund ndan rrugës së mbushur ore qas me makina dhe pas disa metrash ndeshëm në të dytin. E njëjta panoramë, se kushtet tregohet më agresiv në këtë marketing kanibalesk, teksa ka varur me zorë këmbë gjymtyrët e prerë të derrit aviçit. Inspektori i ushqimit i prefekturës së Durrësit me qendrën në Fushkruj, Jonus Stafili, shprehet se shpejti do të dalë një vendim i veçantë për ta eliminuar këtë fenomen. Në anës rrugës nacionale Tiranë-Shkodër, theret mish jashtë rregullave dhe kërkesave të ligjit mbi shërbimin, Inspektoratit të Shërbimit Veterinar. Situata në këtë rrugë është bërë problem që në vitin 2009, kemi bërë kontroll përbashkët me drejtorinë rajonale të bujqësisë dhe të ushqimit, së bashku me profesorë nga prefektura, dhe është vendosur që këto pikat mbyllen, që në vitin 2009 me shkresën numër 367 13/5/2009 të qarkut Durrës. Njëkohësisht në muajin qershor ka ardhur një shkresë tjetër nga Ministria e Bujqësisë për të mbyllur këto pika. Po kështu, një shkresë tjetër ka ardhur përsëri nga drejtoria nga prefektura për të mbyllur këto pika. Problemi është bërë prezent, por me gjithë insistimin tonë, këto pika nuk janë mbyllur dhe këtu ka mbetur një situatë pezullt. Këto pika as mbyllen as kontrollohen. Ndërkohë, pushteti i ri lokal të sapo ka filluar punë, ne kemi bërë problemin prezent dhe besojmë që do ngrihet një strukturë përkatëse ligjore për të vepruar për të mbyllur këto pika, që veprojnë në kundërshtim me ligjin, në mënyrë që të garantojmë produktet për konsumatorët. Asaj udhë kalojnë qytetarë shqiptar nga ana anës, por të huaj, pushues, pa harruar qeveritar dhe ata që qytetarët i paguajnë për të servir shërbim të kulturuar. Inspektorë drejtues e deri tek ministri i linjës, por askujt nuk i bën përshtypje. Madje edhe kryeministri ja presidenti, por nuk dihet nëse kjo gjë, gjithsej shpurë udhëheqësish e shtetarësh, ju jep ndjesinë e lumturimit ekonomik të racës së kasapëve, përderisa nuk gjen asnjë veprim ligjor të deritashëm për ta disiplinuar e bërë etik të lloj shërbimi që të mos vazhdohet të ekspozohet në qiell të hapur këtë produkt që do kushte e cilësi shërbimi. Depozitat e gazoileve në qendër të qytetit të Shëngjinit vazhdojnë të mbeten problematike, jo vetëm për banorët, por ato konsiderohen edhe si një dëm i madh mjedisor. Prandaj banorët apelojnë që të pastrohet sa më parë territori i Shëngjinit, për t'i dhënë mundësinë këtij qyteti bregdetar dhe turistik, për të krijuar ambiente sa më të përshtatshme për banorët dhe turistët e shumt. Para 5 vitesh ky shesh depozita që shihet rrugës së Shëngjinit që i përfshirë në flak. Ende që nga ajo kohë ka mbetur ngjyra e përzhitjes e njërës prej depozitave nga 3 cisternat që u dogjën tërësisht me sasinë e gazoileve brenda. Spaku 10.5 milion litra naftë dhe benzol u kallën në flak duke shkaktuar një dëm të madh mjedisor. Për rreth 30 orë punuan zjarrfiks të shumë nga i gjithë vendi, si dhe nga Greqia, për të vënë në nxap zjarrin e stërmadh që kishte mbuluar qiellin e Shëngjinit dhe zonat përreth. Pos dëmit të madh ekonomik dhe 10 hektar sipërfaqe lagunës u mbyt nga nafta e djegur duke sjellë një ndogje të madhe të ambientit. Nafta e përhapur në ujë bëri që organizmat e gjalla të mos marrin oksigjenin e duhur, nuk kryej fotosinteza duke mos lejuar të hyjë drita, për pasojë ngordhjen në sasi në të gjitha klasat e gjitarëve, ndërsa bloza kancerogjene që një rrezik eminent për banorët e zonës. Pas pak ditësh banorët e Shëngjinit, si për t'i fryrë kosit, u ankuan për sheshin e depozitave që e kanë mund zemër qytetit të tyre. Pasi nëse spaku nga shpërthimi i depozitave të mëparshme nuk pati dëme as në njerëz dhe as banesa, sepse ato ishin më të larguar nga ky shesh, ndërsa kjo në mes qytetit, nëse do shpërthente, do ishte vërtet një bombë shkatërruese për qytetin. Mirë, po kërkesave të tyre askush nuk u është përgjigjur dhe ata vazhdojnë të jetojnë në rrezën e këtij rreziku.
madje edhe të ngrenë ndërtesa të hishme, komplekse banesash, pushimi kryesisht për stinën e verës kur Shëngjini mbi popullohet. Mirë, askush nuk e kupton se çfarë do të ngjise me këtë blok banimi nëse do ndodhe më keq në këtë vend. Për më tepër kur pak më sipër vjen kurora e pishave të këtij qyteti, gjithnjë evident për zjarre. Sa pa ndodhur e keqja e madhe, apeli i banorëve por dhe ky mediatik është për të menduar sa më parë që të pastrohet territori i Shëngjinit nga depozitat e gazoileve dhe natyrisht këtij qyteti të jepet hapësira tjetër me vepra kulturore, fusha sporti e tjerë, që do të ishin një institucion kreativ për banorët e gjithëvitshëm, por dhe për të ardhurit e shumë të verës në mënyrë që ata të bëjnë plazhin e qetë dhe jo me syt nga depozitat kërcënuese. Ndonë se greva urisë së minatorëve të Bulqizës ka përfunduar që në 30 shtator, puna ende nuk ka filluar për shkak të kontrollit që duhet ushtruar në minierë. Për këtë specialistët e partit të inspektimit dhe shpëtimit të minierave kanë mbërritur në minierën e Kromit për të inspektuar gjendjen funksionale të minierave dhe për të vendosur rifillimin ose jo të punës në këtë minierë. Specialistët e partit të inspektimit dhe shpëtimit të minierave kanë mbërritur sot paradite në minierën e Kromit për të inspektuar gjendjen funksionale të minierës. Pas kontrollit, do të vendoset nëse do rinis puna apo jo. Puna në minierë është ndërprerë prej gati 3 muajsh për shkak të protestave dhe 2 greva të urisë që minatorët zhvilluan për të plotësuar kërkesat e tyre ekonomike e sociale. Greva e dytë e urisë se 9 minatorëve të Bulqizës u ndërpre më 30 shtator pasi nënkryetari i Konfederatës së Minatorëve të Shqipërisë, zoti Taf Koleci, nënshkroi një marrëveshje me përfaqësuesit e kompanisë koncesionare ACR. Marrëveshja i dha fund dhe protestave maraton të minatorëve dhe të afërmëve të tyre. Sipas marrëveshjes, kompania ACR ka pranuar të rrisë rrogat e minatorëve në masën 20%, të përmirësoj kushtet e punës, të bëjë transparencën e investimeve në minierë, të paguajë ditën e grevës, si dhe pagën e 13. Specialistët e parit të inspektimit dhe shpëtimit e minjerave inspektuan minjerën edhe gjatë kohës kur minatorët ishin të ngujuar në nivelin e 14 të nëntokës, kur gjatë grevës së parë të urisë dhan alarmin për degradimin e saj. Pikërisht, ky shkak detyroi gjykatën të marrë vendim për lirimin e ambienteve nga minatorët grevistë, ndërsa greva e dytë e urisë e minatorëve u zhvillua në një godim pranë ACR-s. Në qytetin e Burrelit është organizuar një takim me të moshuarit e këtij qyteti. Ky takim u realizua nën përkujdesin e kryqit të kuq Dega Mat, si dhe qendra ditore për shërbime komunitare Mat. Gjithashtu e pranishme ishte dhe kryebashkiakja Fariçi, e cila ka theksuar dhe njëherë premtimet e saj për këtë moshë të bërë gjatë fushatës elektorale, si dhe ka nënvizuar projekte konkrete në ndihmë të tyre. Kryqi i kuq, Dega Mat dhe qendra ditore multidisiplinare për shërbimet komunitare Mati kanë organizuar të dielën në qytetin e Burrelit një takim me të moshuarit e këtij qyteti. Kryetaria e Bashkisë Burrel, Adelina Fariçi, kryetari i kryqit të kuq, Dega Mat Abdi Pasha, sekretari i kësaj shoqate Rustem Molla, drejtori i qendrës Dalip Gjoka, fillimisht kanë folur rreth kontributit të moshës së tretë dhe më pas e kanë vënë theksin në kujdesin që duhet treguar nga pushteti lokal, shoqata jo qeveritare dhe komuniteti për të moshuarit. Drejtori i qendrës multidisiplinare Dalip Gjoka tha se përfshirja në këtë projekt e Bashkisë Burrel dhe kryqit të kuq shqiptar Dega Mat, duke ofruar si fillim një ndihmë sado modeste si ofrimi i shtypit ditor, kafe apo çaj, pije freskuese falas, ka bërë të mundur shtimin e frekuentimit si dhe përmirësimin e kushteve të cilësisë së shërbimit për frekuentuesit e moshës së tretë. Kryetaria e Bashkisë Burrel, Adelina Fariçi, tha se të gjithë ndjejmë përgjegjësitë tonë për moshën e tretë. Të gjithë e kemi të qartë që ju meritoni dhe kërkoni më shumë kujdes nga shteti, shoqatat dhe shoqëria. Unë kam premtuar në fushat kujdes të veçantë për moshën e tretë. Në të gjitha takimet që kam patur me ambasador të huaj, kam kërkuar mbështetjen më të madhe për të moshuarit. Kemi projekte konkrete dhe do të synojmë të realizojmë ato, theksoi Fariçi. Një aksident është shënuar në orët e paradites pranë fshatit Ballëdre, ku një furgon i linjës Shkodër-Tiranë ka dalë nga rruga dhe përpasoj janë plagosur 2 udhëtarë. Të plagosurit janë dërguar menjëherë në spitalin e Lezhës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Një aksident me pasojë plagosjen e 2 personave ndodhi në orët e para të mëngjesit të sotëm në aksin rrugor Shkodër-Lezhë. Ngjarja e rëndë ndodhi pranë fshatit Ballëdre. Furgoni me targa MA 2027B i linjës Shkodër-Tiranë doli nga rruga dhe përpasoj janë plagosur drejtuesi i mjetit dhe një pasager. Burimet policore të Lezhës saktësuan se janë plagosur drejtuesi i automjetit zoti Tonin Tafili dhe pasagerja Irena Marina. Të plagosurit u dërguan menjëherë në spitalin rajonal të Lezhës për asistim të shpejtë mjekësor, e më pas në spitalin ushtarak Tiranë. Ndërkohë, policia pas mbërritjes në vend ngjarje nisi hetimin për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Mungesa e sinjalistikës në kryqëzimin e rrugës së trenit në Thuman përbën një rrezik të madh për drejtuesit e automjeteve, por dhe për këmbësorët e shumt, e në veçanti për fëmijët.
Pikërisht nga mungesa e postoblokut në rrugën e trenit janë shënuar disa aksidente. Prandaj banorët u kanë apeluar drejtuesve të komunës që të ndërhyjnë menjëherë për të evituar rreziqet që u kanosen. Kryqëzimi i rrugës së trenit nëpër aksen nacionale në zonën e Kurbinit janë kthyer në rrezik aksidentesh, pasi mungojnë postobllogjet e domosdoshme. Kështu, në afërsi të Thumanës në kryqëzimin e disa rrugëve, si të asaj që vjen nga mbikalimi i superstradës dhe rrugës nacionale të vjetër, si dhe të asaj që lidh me fabrikën e çimentos, rruga e trenit nuk ka asnjë sinjalizim për automjetet. Madje, në këtë rrugë kalojnë makina dendurish. Bëhet e ditur se pikërisht nga mungesa e postobllokut për rrugën e trenit ka patur aksidente disa herë. Rreziku është më evident për fëmijët që kalojnë në këtë rrugë. Banorët thonë se kemi kërkuar tek drejtuesit e komunës që të ndërhyjnë, por deri më tash askush nuk po merret me këtë problem. Ka 20 vjet që nuk ka postoblok. Duhet të ketë postoblok, po. Kalojnë makinat e titanit, treni kalon. Te ka marrë makinat përpara, ka marrë vjetë e tjera, i ka marrë, më kupton. Është rrugë që shkelet shpesh. Drejta, realitetin duhet një postoblok duhet. Se duhet se në bëjmë një diçka, një defekt, një karamol, një se janë vrarë disa këtu më vëlla. Para një javë këtu janë vrarë. Ndonë se shkolla 9-vjeçare në Shëngjin banemrin e të madhit dhe martirit Azef Plumbi, kjo shkollë nuk ka parametrat e duhur bashkohor. Sipas drejtoreshës së kësaj shkolle Volga Tahiri, trupa pedagogjike punon me përkushtim, por kushtet e shkollës nuk janë as pak të përshtatshme, pasi në të duhen bërë ndërhyrjet emergjente. Një shkollë e thjesht në Shëngjin mban emrin e mohikanit të fundit të franceskanëve të vjetër, Azef Plumbi. Është një shkollë me pak më shumë se 300 nxënës të 9-vjeçares së këtij qyteti dhe vetë mësuesit dhe nxënësit ndihen krenar për emrin e këtij personaliteti dhe martiri të spikatur. Natyrisht nuk ishte si të ndodhte ndryshe, që nga shkolla në këmbë të malit të Rencit, ku kishte lindur Azef Plumbi në 1924, të mos mbante këtë emër të shenjtë. Përmendorja monumentale është vendosur para shkollës dhe në një farë mënyre u kujton vuajtjet dhe sakrificat e kaluar në përburgjet e regjimit komunist brezit më të ri të shëngjinasve. Vetë drejtoresha Volga Tahiri, që mundohej të bëjë një punë të përkushtuar edhe fal këtij simboli që mban shkolla që drejton, na flet me kënaqësi për këtë simbol të vuajtjes njerëzore, por dhe të kulturës shqiptare. Në Shëngjin është ajo shkollë me emrin e të madhit Azef Plumbi. Ka 2 vjet që shkolla jon ka nerin të mbajë këtë emër të madh. Është shkollë me traditë, ashtu siç ishte edhe emri i Azef Plumbit. Unë kam qenë në atë grupin e parë, kur bashkë me disa kolegë të mi mendom që kjo figurë e madhe që ka jetu në malin e Shëngjinit në afërsi të respektohet më tepër se duhet. Dhe pikërisht a kishte vend më të mirë se sa shkolla për ta përjetësuar këtë figurë të madhe. Kështu që mendimin e dha një kolegi imi në komunë, në këshillin e komunës, dhe pastaj me miratimin e këshillit komunës, shkolla mori emrin Azef Plumbit. Por ajo nuk ndihet mirë kur kushtet e shkollës së vjetër nuk e meritojnë të jenë kështu. Së paku dhe obori të ishte i shtruar, pasi aty mbytet me pluhur në verë e pellgje uji në dimër. Ajo shton se kjo figurë është gjithnjë frymëzuese për ne, ndaj kushtojmë një sër veprimtarish personalitetit emrin e të cilit mban shkolla jon. Këtu është bërë një punë shumë e mirë nga mësuesi i historisë në këtë drejtim, meqense figura e Azef Plumbit i përket edhe qytetit ton, nxënësit tanë kanë bërë edhe aktivitete për Azef Plumbin. Biles vitin e kaluar ne kemi organizuar një aktivitet në shkallë shkolle për ta përjetësuar këtë emër të madh. Dhe fëmijët njohin shumë nga historiku i jetës së Azef Plumbit. Përveç mësuesit historisë, edhe mësuesit e tjerë kujdestar në planet e tyre edukative çdo vit dhe në përkujtimore të tij bëjnë aktivitete, planifikojnë dhe zhvillohen nga vetë nxënësit. Po kështu janë shfrytzuar edhe orët e lira që bëhen në shkollë, veprimtari të ndryshme për Azef Plumbin, ashtu si edhe për figurat e tjera të njohura. Azef Plumbi konsiderohet një pasuri e çmuar kulturore dhe dokumentare. Ai është dekoruar në 2006 me urdhrin deri i kombit nga presidenti Mojsiu, ndërsa po në këtë vit mori çmimin letrar Penda e Artë për trilogjinë e tij me kujtime rron vetëm për me tregue. Tregu i Burrelit konsiderohet si nga tregjet më të mira të zonave verilindore, por ai ende nuk është në funksionim të tregtarëve, ndonse ka vite që është ndërtuar.
Mos funksionimi i tij ka bërë që tregtarët të shesin vende pa vend, duke u bërë pengesë lëvizjes së qytetarëve dhe bllokimit të hapësirave publike të këtij qyteti. Tregu i Burrelit, i ndërtuar prej vitesh në lagjen e re afër unazës së qytetit Burrel, akoma nuk është vënë në funksion të tregtarëve që merren me aktivitet privat. Sipas vëzhgimeve të bëra, dera është e kyçur me dry dhe ndryshku i dallueshëm mbi të e tregon faktin që prej vitesh kjo derë nuk është hapur. Edhe pse bashkia e ka likuiduar investitorin për punën e bërë, aty nuk gjen këmbë tregtari. Mos funksionimi i tij ka bërë që tregtarët, kryesisht ata të veçilit, të shesin trotuareve të qytetit, shpesh duke zënë dhe hapësirat e kalimit të qytetarëve, pos faktit se mallat shiten në kushte jo higjienosanitare. Të paktën sipas parametrave të ndërtimit, ky treg është ndër më të mirët e zonave verilindore, për të cilat janë harxuar shuma të majme, por që po iken dëm për ditë duke mos qenë i vënë në funksionim. Në kuadër të 20 vjetorit të rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasadori amerikan Arvizu ka zhvilluar një ceremoni me krerët më të lartë të politikës shqiptare. Në këtë ceremoni, ambasadori Arvizu ka theksuar se Amerika do të jetë gjithmonë në krah të shqiptarëve për t'i mbështetur, pasi ekziston një miqësi e madhe dhe partneritet mes dy vendeve që ndajnë pikpamje të njëjta për demokracinë. Ambasada amerikane nën kujdesin e veçantë të ambasadorit Alexander Arvizu mblodhi pasditën e djeshme në një ceremoni të kuruar deri në detajet më të imta, krerët kryesor të politikës shqiptare. Ceremonia, që pason një cikël veprimtarisht të shtrira në disa ditë, në kuadër të 20 vjetorit të rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-SBA, u ndoq me interes nga shumica e mediave dhe opinioni gjerë publik. Sipas një protokolli të paracaktuar në orën 18 të pasdites së djeshme, në mjediset e brendshme rezidenciale, ambasadori Arvizu, i shoqëruar dhe nga bashkëshortja e tij, priti kryeministrin Berisha, presidentin e Republikës Bamir Topi, kryetaren e Kuvendit Josefina Topalli dhe dy ish-presidentët Alfred Mojsiu dhe Recep Mejdani. Të ftuarit e nderit shprehen përpara ambasadorit amerikan kënaqësinë që ndodheshin në ambasadën amerikane 20 vjet pas rihapjes dhe gjetën rastin të tregonin fragmente dhe detaje kujtimesh e emocionesh të lidhura me miqësinë shqiptaro-amerikane. Akti riçeljes së ambasadës në Tiranë, deklaratat e ish-presidentit amerikan Wilson, vizita e ish-sekretarit amerikan të shtetit James Baker në Shqipëri, mbështetja për Kosovën, vizita e ish-presidentit George Bush dhe NATO, ishin në qendër të fjalimeve të shkurtra të tyre. Në pritjen e veçantë të rezervuar në mjedisin e brendshëm rezidencial, gjatë 20 minutash për krerët e lartë të shtetit dhe politikës, u vure ftohtësia mes kryeministrit Berisha dhe kreut të shtetit Bamir Topi, pavarësisht insistimit të zotit të shtëpisë. Dy krerët e lartë politik mjaftuan me një përshëndetje korteziale dhe takim të ftohtë duarsh, duke ndjekur protokollin e vendosur nga ambasadori i cili ia dha fjalën të parit presidentit Topi. Pas kësaj ceremonie të shkurtër, palë dolën në verandën e ambasadës, ku ishin të rreshtuar shumë personalitete të vendit për të dhënë mesazhet e tyre kryesore. Në fjalën e tij përpara qindra të ftuarve, ku spikati më vonese dhe kreu i opozitës Edi Rama, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, ambasadori Arvizu theksoi se Amerika do të jetë gjithmonë në krah të shqiptarëve për t'i mbështetur ata. Ekziston një miqësi e madhe dhe partneritet mes dy vendeve tona, e ndajmë pikpamje të njëjta për demokracinë. Do jemi gjithmonë në anë të shqiptarëve dhe do mbështesim aspiratat e shqiptarëve, theksoi ambasadori Arvizu. Pas presidentit, fjala u dha kryeministrit Sali Berisha, i cili qartazi u shfaqi emocionuar. Në fjalimin e tij, kryeministri theksoi se ndihma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë këtyre 20 viteve në vend ka qenë e jashtëzakonshme. Mëtej biseda të lira dhe të shkurtra janë shkëmbyer mes politikanëve, diplomatëve dhe zyrtarëve të lartë të gjendur në këtë veprimtari në rezidencën e ambasadës amerikane për rreth 1 orë gjysmë. Në mbledhjen e qeverisë, kryeministri Berisha ka dhënë përsëri theksin tek mosha digjitale, duke theksuar se janë në zbatim sipër 125 projekte që kanë të bëjnë me moshën digjitale. Gjithashtu ai ka theksuar se interneti duhet jetë i pranishëm në çdo zyrë që u shërben qytetarëve shqiptar dhe për këtë duhet inkurajuar përdorimi më i mirë i tij nga punonjësit e administratës. Mosha digjitale ka qenë sërish tema kryesore e mbledhjes së sotme të qeverisë.
Kryeministri Berisha tha se janë në zbatim e sipër 125 projekte që kanë të bëjnë me moshën digjitale, të cilat duhet të finalizohen me çdo kush brenda vitit 2012. Nuk ka asgjë më shumë që mund të bëjmë ne se sa Shqipërinë digjitale në 100 vjetorin e pavarësisë së saj, Shqipërinë transparente me të shpejtë, Shqipërinë e imagjinatës më të zhvilluar. Rishqyrtoni të gjitha këto projekte në përputhje me buxhetin. Çdo projekt që ka të bëjë me moshën digjitale do të jetë i pari krahasuar me të gjithë të tjerat, tha Berisha. Sipas tij, po bëhet gjithçka që nga tregu i 3G të bëhet sa më konkurrues. E vërteta është se asgjë nuk e ndryshon jetën e njerëzit më shumë se sa mosha digjitale. Asgjë, asnjë mjet nuk mund t'u ofrojë qytetarëve shërbimet më transparente. Kjo është leva e Arkimedit për të luftuar korrupsionin. Ne u bëm ndër vendet e para me pranimet në universitetet, të bazuara në procedura digjitale, duke e bërë zero korrupsionin. U bëm vendi i parë me prokurime elektronike 100%. Ai shtoi se interneti duhet jetë i pranishëm në çdo zyrë që u shërben qytetarëve. Për këtë, ai theksoi se duhet inkurajuar përdorimi më i mirë i internetit nga punonjësit e administratës. Në një letër të tij, ish ambasadori amerikan në Shqipëri John Withers u është drejtuar shqiptarëve për një sër çështjes që kanë bërë e përbojnë bujë në Shqipëri, e në veçanti për politikën shqiptare dhe krerët e saj. Ish ambasadori amerikan John Withers mediatikisht u është drejtuar shqiptarëve duke komentuar çështjen e Wikileaksit. Ka blogramet dhe raportimet për Shqipërinë, ato për kryeministrin Sali Berisha, Gërdecin, rrugën Durrës Kukës, Lulzim Bashën dhe Ilir Metën, problematikën e demokracisë shqiptare, Edi Ramën dhe zgjedhjet. Zoti Withers, në një letër të hapur një vit pas largimit nga Tirana, rikthe në vëmendje sërish çështjet që bën bujë në Shqipëri, jo vetëm në periudhën kur ato ndodhen, por dhe pak javë më parë, kur publiku njoh gjërësisht me ato që mendonte ambasada amerikane për ngjarjet dhe personazhet kryesore. Po a ka bërë zoti Withers një agjendë personale, siç është akuzuar nga kryeministri dhe zyrtar të lartë të qeverisë shqiptare? Sa të vërteta dhe sa të besueshme janë kablograme që i dërgoheshin Departamentit të Shtetit? Cili është vlerësimi i Departamentit të Shtetit për raportimet nga Tirana? Çfarë mendon zoti Withers dhe vetë Washingtoni për Shqipërinë, qeverinë dhe lidershipin shqiptar, demokracinë dhe gjithçka tjetër? Janë disa pyetje që do të publikohen në shtypin dhe median shqiptare. Qeveria shqiptare do të miratojë së shpejti një udhëzim të posaçëm që do t'i hap rrugë hipotekimit të apartamenteve të reja në Tiranë. Sipas shoqatës së ndërtuesve, janë rreth 400 pallate në Tiranë që kanë përfunduar dhe në pjesën më të madhe janë shitur, por blerësit nuk rezultojnë ende pronarë të tyre. Kryeministri Berisha i dha sot përkrahjen e qeverisë kryetarit të Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha për të mbajtur premtimin elektoral për hipotekimin e pallateve të reja në kryeqytet. Qeveria do të miratojë një udhëzim të posaçëm që do i hap rrugë hipotekimit të apartamenteve, pas memorandumit të nënshkruar pak ditë më parë nga vetë kryetari i Bashkisë Lulzim Basha, ministri i Drejtësisë Eduard Halimi dhe ministri i Transporteve Sokol Oldashi. Me këto rregullore bëhet e mundur që të pajisen me leje shfrytëzimi pallate, ndërtime, të cilat në total vetëm me detyrimet e tyre shlirojnë një kapital prej 700 deri në 800 milion euro, tha kryeministri Berisha në mbledhjen e sotme të qeverisë. Ky detyrim fiskal është bllokuar për shkak të burokracisë, por po të kemi parasysh efektin kolateral të tyre, leverdia është 10 herë më e madhe, nënvizoi Berisha. Sipas shoqatës së ndërtuesve, janë rreth 400 pallate në Tiranë që kanë përfunduar dhe në pjesën më të madhe janë shitur, por blerësit e tyre nuk rezultojnë ligjërisht pronar. Gjithnjë sipas llogarive të ndërtuesve, vetëm nga pagesat për regjistrimin e pallateve të reja, shteti do të përfitonte rreth 50 milion euro. Memorandumi i nënshkruar më 22 shtator mes kryebashkiakut Lulzim Basha, ministrit të transporteve Sokol Oldashi dhe atij të drejtësisë Eduard Halimi, është një dokument ligjor që garanton bashkëpunimin me pushtetin qendror, pika tjetër e rëndësishme e procesit të pajisjes me hipoteka. Mitrovica është ronditur sërish nga një shpërthim i fuqishëm fare pranë një stacioni policor. Ndërkohë policia ka nisur hetimet për këtë ngjarje, por ende nuk dihen motivet e këtij shpërthimi, ndërsa misioni EULEX e ka dënuar ashpër këtë sulm, duke e cilësuar si të papranueshëm. Një shpërthim i fuqishëm është regjistruar mesnatën e kaluar në afërsi të stacionit të policisë së Kosovës në veri të Mitrovicës. Sipas Kosova Press, ngjarja ka ndodhur në një parking të një ndërtese në veri të Mitrovicës, ku dyshohet se shkaki i këtij sulmi ka qenë një makinë pa targa, pronë një qytetari serb i punësuar si staf lokal në misionin evropian EULEX, Aleksandar Paunović. Sipas njoftimit të policisë, edhe 2 automjete të tjera kanë pësuar dëme materiale, ndërsa sipas tyre nuk është raportuar për dëme njerëzore.
Shpërthimi ka qenë i fuqishëm, saqë përveç automjeteve të dëmtuara, janë thyer edhe disa xhama në një ndërtesë që ndodhet në afërsi të vendit ku ka ndodhur shpërthimi. Ende nuk ka të dyshuar dhe nuk dihen motivet e shpërthimit të mjetit eksplodues, ndërsa policia ka iniciuar hetimet për këtë rast, që është kualifikuar si vepër penale e shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm. Ndërkohë misioni EULEX e ka dënuar ashpër sulmin në fjalë, duke e cilësuar atë si të papranueshëm. Kjo është një përpjekje e qartë për friksimin e këtij pjesëtari të stafit tonë dhe misionit në tërësi. Ky është një sulm kriminal ndaj misionit të Bashkimit Evropian dhe si i tillë është i papranueshëm, është shprehur shefi i EULEX-it në një komunikat për shtyp. Shefi i misionit evropian për rendin dhe ligjin ka shtuar se stafi i EULEX-it do të vazhdojë të punojë në të gjithë veriun e Kosovës, në portat kufitare, në gjykata dhe në patrullime. Shefi i EULEX-it bëri një vizitë dhe në vendin tonë dhe ku është diskutuar rreth hetimit që pritet të bëhet për akuzat që Dik Marti ka lëshuar për trafikimin e organeve njerëzore në disa rajone të Shqipërisë në kohën e luftës së Kosovës. Greqia paralizohet sërish nga grevat, ku një greve përgjithshme ka paralizuar transportin ajror dhe atë hekurudhor. Shkaki i kësaj proteste është programi i ri i qeverisë për shkurtimet nga puna, si një pjesë e masave të detyruara për balancimin e deficitit buxhetor. Një greve përgjithshme 24 orëshe është shpallur në Greqi sot për të protestuar ndaj programit të ri qeveritar të kursimeve dhe shkurtimeve nga puna. Fluturimet dhe transporti hekurudhor ndërpriten, shkollat mbyllen, ndërsa spitalet do të punojnë me staf të reduktuar. Sindikatat greke kanë bërë thirrje për një pjesëmarrje masive, për t'i treguar autoriteteve se mbështetja kundër planeve të tyre është e fortë. Protesta e sotme është e para që prej shpalljes së një takse të re mbi pasurinë dhe shkurtimit të 30.000 vendeve të punës nga sektori shtetëror, si pjesë e masave të detyruara për balancimin e deficitit buxhetor. Njerëzit janë shumë të inatosur, deklaroi një nëpunës i shërbimit civil grek. Kjo nuk ndodh vetëm për shkak të masave që po merr qeveria, por për shkak të gjithë situatës e cila duket e pashpresë. Kemi vendosur që s'mundemi më dhe duam që e gjithë kjo të përfundojë. Komisioni Evropian do takohet më pas gjatë ditës për të biseduar sërish rreth krizës greke dhe rreth koordinimit të sistemit bankar në Europë. Tregjet ndërkombëtare janë prekur prej ditësh nga frika se ekonomia greke mund të falimentojë, çka ka sjellë si pasojë edhe rritjen e kostos së huamarrjes për vende të tjera me borxhe të larta. Më parë gjatë ditës, norma italiane e kreditit pësoi një rënje në A2, si rrjedhojë e pasigurisë që ekziston për momentin brenda eurozonës. Kjo ishte gjithçka që gazetarët tanë kishin përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër mund të klikoni në faqen tonë zyrtare movisplus.tv. Bashkë mirupafshim.